kur 50 vjet më parë punoi për rithjellimin e kanalit për tharjen e kënetës së Maliqit, draga e ekskavatorit ra në gjurmët e gjetjeve të reja arkeologjike që sot ka hyrë në histori si vendbanimi neolitik i Maliqit. Për të shpëtuar atë çka ishte zbuluar në atë kohë, caktua arkeologu Muzafer Korkuti së bashku me dy kolegët e tij Frano Prendi dhe Xhaneta Andrea. Punuan atje për gjatë 5 viteve, periudhën të cilën arkeologu Muzafer Korkuti, që sot është 75 vjeç, fitoi dhe profilin e tij. Rezultatet të punës në vendbanimin neolitik të Maliqit dhe në përzona të tjera arkeologjike ku Korkuti ka punuar në karrierën e tij 50 vjeçare, i ka përmbledhur së fundi në monografinë Qytetërimi neolitik dhe neolitik në Shqipëri. Korkuti e konsideron këtë botim një përpjekje për të ndriçuar e zgjidhur disa nga problemet më të rëndësishme kulturore kronologjike të qytetërimit neolitik dhe e neolitik në Shqipëri. Pse jo që i hap rrugën dhe studimeve të tjera më të thelluara me karakter përgjithësues. 50 vite kërkime arkeologjike nuk janë pak për një studiues që të jap dhe vlerësimin e tij për zhvillimin e kësaj fushë. Arkeologu Korkuti veçon 2 prova në këtë drejtim. Do thosha që prova e arkeologjisë bëhet në veprimtari të mëdha. Një provë ne bëm në 72, kur për herë parë në Tiranë erdhën rreth 50 studiues tuaj, arkeologë të shquar në tërë Evropën. Dhe si shta dhe kolegu Ceka, mendimi i arkeologëve të tuaj, profesorëve tuaj, ishte që arkeologjia shqiptare hyn nga dera e madhe në arkeologjinë evropiane. Kjo ishte një provë parë. Prova e dytë do të thosha, po kaq e madhe, ishte prova pas ndryshimeve që ndodhen në Mediterran. Në deri të herë kishim punuar vetëm, nuk kishim bashkëpunim me kërcënim. Autori 79 artikujve në revista shkencore brenda e jashtë vendit, si dhe është bashkëautori teksteve universitare, arkeologu Korkuti e cilëson arkeologjinë tonë bashkohore me progres edhe nga pikpamja metodologjike. Për të shqetësim përbën mbështetja financiare pamjaftueshme, duke patur parasysh se vlerat turistike të zonave arkeologjike nuk janë të pakta.